إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja dërgojmë te dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, nga urtësia e madhe e kësaj feje është se ajo nuk I la çështjet jetike pa rregull e as instiktet njerëzore pa I rregulluar ato, por I vendosi në kornizën e nderit, pastërtisë dhe përgjegjësisë. Dhe mu për atë një nga objektivat madhështore të sheriatit të Allahut xhella xhelaluhu, e cila llogaritet nga ato 5 domosdoshmërit, njëra prej atyre e cila është pra ruajtja e nderit të njeriut, ruajtja e dinjitetit të njeriut dhe karakterit të tij, si dhe ruajtja e brezit njerëzor dhe prejardhjes së tyre. E mu për atë vëllezër, ky din dhe kjo fe është ajo e cila e ruajti këtë shoqëri që mos të shkon në humbje, e veçanërisht kur ajo hapi derën madhore e cila I haruan nderin dhe dëlirësinë e popullatës dhe njerëzimit, kur ajo e hapi derën e martesës për të u martuar dhe Islami nxiti dhe inkurajoi njerëzit për në këtë pikë në natyrshmërinë të cilën Allahu xhella xhelaluhu I krijoi, e që ajo është se ato instinkt e kanë njerëzor që të anojnë nga gjinia femërore. E mu për atë Allahu xhella xhelaluhu, si mbrojtje o vëllezër, ai porositi në Kur'an për ta ruajtur nderin e njerëzimit dhe prejardhjen e tyre që mos të shkojnë në shkatërim, e mos të humbin vetveten dhe karakterin e tyre. Allahu xhella xhelaluhu porositi në Kur'an duke thonë: "Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum." Tha Allahu xhella xhelaluhu, dhe martoni të pamartuarit nga ju dhe ato robërit e mirë dhe robreshët. In yakunu fukara yughnihimullahu min fadli. Nëse ato janë fukara, janë të varfër, Allahu xhella xhelaluhu do t'i I pasuron nga mirësia dhe begatia e tij. Mos e ki derë se Allahu xhella xhelaluhu do ta çon begatin e madhe ti për të u martuar, për arsye se në to e ki e dëlishmërinë dhe e ki nderin dhe krenarin. E për ndryshe nëse kjo nuk veprohet, atëherë padyshim se do të përhapet imoraliteti, do të përhapen të shurdhrat e të gjitha ato të këqijat me të cilën prishet dhe ambienti njerëzor dhe prishet dhe prejardhja dhe fisi I tyre. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër në një hadith, në të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu anhu, I cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua rinis
Por fatkeq në këtë kohë, o vëllezër, rinia e jonë ndoshta shtyhen në vite, por ende nuk e vendosin që ato të martohen e të mundohen që të ruajnë nderin e tyre, a kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirri me këtë thirrje duke thonë ja ma'shara shabab, o grupi i të rinjove, men istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, kushdo i cili prej jush ka mundësi që t'ja del me anën financiare, që t'ja del dhe ka mundësi për të martuar, le të martohet, tha pejgamberi sallam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, për shkak se martesa, tha pejgamberi sallam, është gjëja e cila më ndihmuese që të ndihmon për të ruajtur syrin tënd, dhe ajo e cila është më mbrojtëse dhe të ndihmon për të mbrojtur nderin tënd dhe dinjitetin tënd. Por ndryshe nëse nuk e bën këtë çështje, me të vërtetë se pastaj shpartallohet nderi dhe prish karakterin tënd. Pejgamberi Allahut na tregon o vëllezër për një çështje e cila është një derë e hapur e dëlirësisë dhe mirësisë. Martesa e cila është gjëja më e fortë, e cila ta ruan ndershmërinë dhe dëlirësinë dhe e cila ty të ruan nga imoraliteti dhe ato veprat të cilet janë të ndyra. Wa ahsanu lil farj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha është dhe më e forta mbrojtja më e mirë që ta ruan nderin. Edhe nëse të bjen në zemër, veçanërisht në këtë kohë që shumica e jonë jemi duke hasë në fitne të madhe, dhe në këto dita të fitne saq të mëdha që ndoshta edhe në rrugë nëse del has në fitne, edhe nëse e hap celularin tënd vazhdimisht duke shikuar fitne dhe haram, e cila të mbron nëse zemra yte është e tillë e cila dëshiron që ato shfryhet, nëse ti nuk martohesh në ato me halal. Mbrojtja më e mirë, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është martesa, që nëse të bjen diçka zemrës tonë dhe që ai ka dëshirë për të realizuar, le të shkon aty ku e ka halal, përderisa Allahu xhel xhelalu të ka furnizuar me një grua të mirë. Nëse je nga ata të cilët dëshiron dëlirësinë, atëherë përvelu dhe hape këtë derë dhe martohu, për arsye se kjo është sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e llogariti nga suneti i tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Ibn Majah nga Aisha radhiyallahu anha tha an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikahu është nga sunneti im, martesa është nga sunneti im. Kushdo i cili nuk martohet dhe kushdo i cili nuk vepron me sunnetin tim, tha nuk është nga unë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por hoxhna nuk mund të gjejmë, rinia në kohë se nuk mund të gjejmë. Padyshim se nëse i kullotim syt në për haram dhe në për celularin ton, nuk e gjejnë asnjëherë ashtu sikur që ti shef në telefon, por ti duhesh të dish se duhesh ta gjesh një grua e cila i përket dinit të Allahut, një grua dhe një vajzë e cila ka frikë Allahun xhel xhelalu, e ajo vajzë e cila është me frikën e Allahut, padyshim se ajo do ta ruan dhe nderin tënd. Dhe ajo është e cila do ta ruan ty dhe karakterin tënd. E mu për atë pejgamberi Allahut të vëllezër na tregon dhe mbylljen e atyre dyrve të cilët neve na shpihen deri në fitne, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin të cilën e transmeton Imam Muslimi nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha ahadukum a'jabathu al-mar'atu, nëse ndonjërin prej jush i bjen zemra të ndonjë grua dhe ai pastaj ka dëshirë që të shkon me to dhe të bjen te ajo, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, faly'amid ila ahlihi, ai let shkon te familja e tij, për arsye se ai te familja e tij do ta gjen atë e cila ja çliron zemrën e tij. Te gruaja jote e ndershme, Allahu ta kalon ato që ti ta hekish atë problem që e ke në zemrën tonë. Ajo është mbrojtja yte më e mirë. Atë që Allahu të ka nderuar e ke në shtëpi, që ta ruan derin ty, dije se aty e ke dëlirësinë tënde dhe mbrojtjen e derit tënd. Sado që të shkojsh e të lipihesh në për vende tjera të cilët të tjerët i kanë pështyr, vetëm e ke humbur dinjitetin tënd dhe ke rënë në mëkat dhe e ke prishur atë lozën e ndershmërisë së njerëzimit tënd. Mu për atë vëllezër besimtari është ai i cili gjithherë mundohet që të shkon në halal. Opsionin Allahu xhel xhelaluhu na e la që na e kemi të lejuar që të martohemi dhe sa më shumë që ti shkysh te familja jote, e ke rahatuar zemrën dhe shpirtin tënd,
E nëse ti shkon në për vendet e të tjerëve të haramit, në to ki nuk e arrit tjetër, vetëm se prishje të nderit tanë dhe e ke humbur dinjitetin tanë. Pra besimtari është ai i cili mundohet që ta ruan nderin e tij. Shko aty ku Allahu të ka urdhëruar dhe të ka lejuar, sa aty do ta gjesh dëlirësinë tënde dhe çlirimin e zemrës tonë. Lutim Allahun xhel xhelalu që Allahu të na mbron nga gjitha ato veprat e këqija, e Allahu xhel xhelalu të shton harmoni midis çifteve bashkëshortore. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të nderuar vëllezër, padyshim se jeta e kësaj bote ka kënaqësia të mëdha dhe se jeta e kësaj bote është një kënaqësi, por pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se ato që Allahu xhel xhelaluhu ja ka dhuruar një grua të mirë dhe të ndershme atij ju ka dhuruar mirësia më e madhe e kësaj bote dhe kënaqësia më e madhe e kësaj bote. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në hadithin që transmeton Imam Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ad-dunya mata' wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-saliha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dunjaja me të vërtetë se është kënaqësi në vit. Është kënaqësi, ka kënaqësia, por le ta dinë secili se kënaqësia kulminante e saj dhe më e mira është që Allahu të ta dhuron një grua të mirë. Pra ti lutesh Allahu xhel xhelaluhu që Allahu të ta dhuron një grua të mirë dhe Allahu xhel xhelaluhu të ta ruan atë familje, atë grua të ndershme dhe të mirë të cilën ta ka dhuruar, për arsye se o vëllezër është gjëja më e madhe me të cilën Allahu me to ta ka plotësuar gjysën e fesë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e llogariti martesën kush është furnizuar me një grua të mirë, tha e ka plotësuar gjysën e dinit, gjysën e fesë të tij. Në hadithin që transmeton Imam Bejhaqiu, gjithashtu dhe Hakimi në Mustadrekun e tij nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kushdo i cili është furnizuar me një grua të ndershme, me një grua të mirë, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, faqad istakmala nisfu ad-din. Ai e ka plotësuar gjysën e fesë të tij, tha falyattaqillaha fil baqi. Tha le të ketë frikë Allahun xhel xhelalu pastaj pra gjysën tjetër. Pra me një grua të mirë të cilën Allahu të ka nderuar, e ke plotësuar gjysën e fesë tënde dhe tjetra për të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregoi se kushdo i cili do t'i paraqitet një fitnë që ndoshta do ta therret një grua e cila është me pozitë dhe me pasuri, e ai nuk ndalet vetëm se nga frika e Allahut dhe i thotë se un kam frikë Allahun xhel xhelalu dhe ka ku shkon në halal, ai atëherë është nga ata të cilët do strehohet në hijen e arshit të Allahut xhel xhelalu në ditën kur nuk ka hije përpas hijes së tij. Pra na lutim Allahun xhel xhelalu që Allahu xhel xhelaluhu të na bën nga kjo palë që me të vërtetë është një palë e livdruar, që është me dëlirësi dhe me ndershmëri, që Allahu xhel xhelalu ta ruan nderin ton e të na bën nga ata të cilët mundohemi që të jemi në halal duke e mbrojtur karakterin ton dhe vlerën ton njerëzore. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.